Kosova e trafikut, sidomos në kryeqytet e sidomos në orët e pikut të ditës. Kosova e rasteve të shumta të aksidenteve krahasuar me numrin e popullsisë dhe kjo dëshmohet edhe nga raporti zyrtare 24 orëshe të policisë së Kosovës. Kosova e shoferëve të kujdesshëm e të pakujdesshëm e leje pa leje. Pra Kosova me polici profesionale shembull në rajon dhe më gjerë. Nën kolonel Jeton Rexhepi është drejtori i divizionit të trafikut në policinë e Kosovës, një pozicion kyç në menaxhimin dhe koordinimin e politikave dhe aktiviteteve të sigurisë rrugore në vend. Me një përvojë të gjatë të çmuar në fushën e sigurisë publike dhe menaxhimit të trafikut, ai vazhdon të luajë rol të rëndësishëm në përmirësimin e sigurisë rrugore dhe uljen e aksidenteve në Kosovë. E un kam nderin dhe kënaqësinë që sot në me kast ta kem të ftuar nën kolonel Jeton Rexhepi. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Faleminderit juve, përshëndetje. Në fakt, ajo që ka neve krejt na intereson është cilat janë masa që për momentin është duke i marrë policia e Kosovës për me parandalu, le të themi, këtë kaosin që shpesh na ndodh për shkak të numrit të madh edhe të njerëzve të cilët janë në trafik. Fillimisht me leja që do të thotë policia e Kosovës ka një plan vjetor punës dhe kuadër atij plani do të thotë secila njësi ta quajmë thjesht i ka dhe detyrat, obligimet, planifikimet në atij viti. Andaj edhe policia e Kosovës, policia e trafikut këtë rast ka paraportuar gjithë aktivitetet për vitin kalendarik. E tani kur flasim tani jemi në sezonën dimrore ose kemi veç fillu. Policia e Kosovës me kohë ka bërë gjitha përgatitjet, ka planin operativ sa i përket masave për sezonin dimror, përgatitjet dhe projektet parandaluese do të thotë përmes zyrës mediave dhe vetë mediave, që kemi kërkuar do të thotë nga shoferët që ata të përgatitjen automatit e tyre për të dalë në rrugë, me këshilla, me udhëzime, me sqarime dhe me shumë udhëzime përditshme sa i përket veprimeve të tyre në terren, varësisht prej kushteve klimatikeve, duke filluar do të thotë nga rrisjet e shiut ose uji në rrugë, kur tani veç kanë filluar në disa lokacione do të thotë ngricat, mjegulla, do të kemi shumë shpejt do të thotë edhe bora dhe akull, andaj gjitha këto janë edhe të publikuara mirë, por në kohë pas kohë do të thotë publikojmë që sidomos shoferët këto të kenë si rikujtim gjatë drejtimit të automjeteve të tyre. Ne po punojmë me aktivitete të ndryshme gjatë kësaj kohe, qoftë me prezencë shtume policore, sidomos që shumë e janë dhënë rëndësishme. udhëzimet për njësitë e trafikut edhe njësitë tjera, për shembull, cilat rrugë mund të jenë më të ngarkuar, cilat ditë mund të jenë më të ngarkuar, ku mund të ketë probleme të natyrës, qoftë rrjedhë të ujit, dhejut ose të gurve, ose do të ketë ngrisë ose do të ketë borë. Kjo punë do të shkon në një bashkëpunim me mekanizma të tjerë ose institucionet relevante, qoftë nivel lokal, komuna dhe nivel qendror Ministri i Infrastrukturës. Ne kemi një bashkëpunim me ministrinë. Shumicën e aktiviteteve që kemi realizuar para 15 nëntorit, po vazhdojmë me disa projekte ku na kanë mbetur, sidomos sot, po mas e jemi të fol. Morëm edhe njoftimin e fundit thotë që edhe disa nga operatorët ekonomikë që kanë qenë disa rajone ose rrugë pa mbulume, sot veç kanë përfunduar procedurat edhe shumë shpejt thotë sot dhe nesër do të kemi mundësinë që të komunikojmë me ta dhe të reagojmë bashkërisht. E gjithë kjo është ato që përmendëm në fillim, që të kemi sa më shumë siguri në trafikun rrugor, por do të kërkesa është që shoferët ose pjesëmarrësit të jenë trafik, qoftë tash edhe me mjete të trona, kenë kujdes sidomos të mbajtja e distancës. Që shumë e rëndësishme kjo, sepse ne e kemi probleme mbajt distancën, shumë dua me u afru njëri me tjetrin. Është obligim sidomos kur kemi kushte do thotë të rrugës me lagështi ose kur mund të ketë ngrica, do thotë distanca sigurisë është element kyç, po ashtu edhe përshtatja shpejtësisë me kushtet e rrugës. Ajo që kam intereson është se si vjet kemi më pak apo më shumë aksidente në krahasim me vitin paraprak. Po nëse flasim për vitin paraprak, do thotë viti 2024 ka qenë viti do thotë më i sigurt i pas luftës sa i përket sigurisë në trafikun rrugor. Ne po tentojmë do thotë që të mbajmë atë rekord edhe me këtë vit, mirë po, sa i përket janar-tetorit, do thotë këtë vit kemi një rritje të aksidenteve, do thotë, kemi 7 raste me shumë me fatalitet, por dhe numri aksidenteve në përgjithësi është për 7.23% rritje. Ndërsa aktivitetet policore, pothuajse qoftë në plane, qoftë në pikat kontrollit, por edhe në kundërvajtje të cilat i ka ndërmarrë policia e Kosovës ndaj shkesve, do thotë ka qenë në rritje. Por vitin 2024, edhe raporti do thotë i komunitetit të transportit, që mora edhe me veti, do tani është veç faqe zyrtare të tyre, është publiku, kanë përgatitur raportin për Ballkanin Perëndimor, përfshirë edhe pjesën e BE-s, edhe vitin 2024, por edhe 2023 do thotë Kosova është konsideruar një prej vendeve do të më sigurta të rajonit sa përket sigurisë në trafik, sidomos persona që kanë humbur jetën, por edhe me shtete të tjera do të BE-s, qëndrojmë ta shohim ato kamesi shteteve
mes i shteteve, do thotë Kosova është kjo, do thotë mes i shteteve të sigurta, a tendenca ose objektivi jonë është që të kem zero fatalitete, po të kem siguri më të madh në trafikun rrugë. Po punojmë, do thotë në arritje të objektivave të vetë policisë Kosovës, por edhe objektiva që na dalin qoftë ka Komisioni Evropian dhe ka Kombët e Bashkuara. Tani po flasim për një numër shumë të madh të veturave të cilat janë në rrugë, sepse në të kaluarën e vërteta është që kemi pasur shumë pak vetura, sot kemi shumë vetura, njerëz të cilët ndoshta brenda një shtëpie i kanë 2-3 vetura dhe kjo ndikon shumë që edhe të rëndohet trafiku, por në anën tjetër sigurisht e kemi edhe një lloj energjie pak të keqe në trafik në kuptimin e asaj që njerëzit janë përngut, duan me shku në vendin e tyre të punës, edhe shumë shpesh aksidentet ndodhin edhe në këtë formë. Ndoshta ndonjëherë çuditësh si është e mundur që jeni aksidentuar bashkë kështu. Si është e mundur që bashkë këtu në këtë formë keni ardhur deri te aksidenti. Sot shpesh janë këtu aksidentet, le të themi me prekje të lehta, të cilat pastaj bllokojnë komplet trafikun. Nëse marrim numrin e aksidenteve, do thotë numri më i madh i aksidenteve që kemi janë aksidente trafiku me dëme të vogla materiale. Do thotë përqindja më e madhe e tyre është aksidente me dëme të vogla materiale, ku ligjërisht dhe pol mund të mirën vesh, besojnë raportorian dhe të largohen nga rruga duke mos penguar trafikun dhe shumë më lehtë do të kenë edhe procedura tjera, do thotë qoftë ndëshkimuara me qenë se nëse policia përpilon një raport aksidentit, patjetër që do të ketë një shkaktar, do të ketë një gjopë për atë kundërvojtje, po ashtu edhe shtesa që parashihet me ligj për shkaktimin e aksidentit. Nëse plotësojnë raportin evropian të aksidentit, nuk kanë sanksionime, mirë po do të shkojnë te kompanitë e sigurimit për të kompenzuar dëmin e tyre. Ngarku rrugët e Kosovës, patjetër që ngarku, me qenë se fillimisht ju e dini që shumica apo disa nga rrugët e Kosovës, qoftë ato lokale, nacionale, por edhe ato rajonale, janë duke u kryer punime. Qoftë rruga Prishtinë-Podje-Merdar, rruga Prishtinë-Vushtreh-Mitrovic, rruga për Perë, për Gjakov, një pjesë rrugës për Ferizaj-Kaçanik, po ashtu pjesa rrugës për Gjilan. Edhe kem pjesën e autostradës ku kem ta quajmë edhe dëmtimet ose shembje të dhejut, ku disa nga segmentet rrugore do të kaluhet në një shenjë qarkullues. Andaj llogarit numrin e automjeteve që janë në trafik nga dhonat që ti posedojmë janë dikon rreth 500.000 automjete të regjistruar me targa RKS. Po ashtu mbo statistika që kemi bashkëpunim me Byroin Kosovar të Sigurimit, me ana vitit do të cilët numri ashtu do të 450.000-500.000 mjete që lahin nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe diku numri i shteteve të rajonit, do të përfshirë Shqipërinë, Molinezi, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, do të shkon që mesnatërisht brenda një viti në trafik rrugët e Kosovës janë do të rreth 3 milion automjete që qarkullojnë. Andaj edhe rrugët tona, sidomos zonat urbane, sidomos kryeqyteti ku ngarkesa më e madhe qoftë e popullatës, qoftë e institucioneve të sigurisë vendore dhe ndërkombëtare është Prishtina, normal që edhe rrugët do të janë më të ngarkuar, por edhe numri aksidente normal që është më i madh në rajonin e Prishtinës ose në vetë kryeqytetin. Zotje Rexhepi, më intereson diçka që unë mendoj se mund të shfrytëzohet edhe si edukim i masës. Në momentin që një polic i trafikut e ndalon një veturë, cila duhet të jetë sjellja e qytetarit që po ndalohet nga policia e Republikës së Kosovës dhe sigurisht pastaj edhe kërkesa dhe sjellja e policisë përballë qytetarit. Zakonisht mundohemi që çdo ditë do të kemi një komunikim ose një kërkesë që ndryshohet ose të ngritet komunikimi sa më i mirë mes policisë dhe qytetarit. Për këtë arsye shpeshherë do thotë edhe në prezantimet tona dhe në mesazhet tona kërkojmë që 5 marsin trafik ju bindën do thotë burrnatë zyrtare policor për të parë arsyet e ndaljes, për shembull arsyet e orientimit të trafikut dhe detyra tjera që japën policisë trafikut për të vepruar. Rastin konkret nëse flasim për një pikë kontrollit, me siguri që çdo veturë ndalet me disa arsye, qoftë për kontroll të automjetit, dokumentacionit, regjistrimit, kontrollimit të shoferit për patent shofer dhe kategori përkatëse, por edhe veprime tjera që mund të jenë mos mbrojtëse, ndalem i drejtimit të mjetit e kështu me radhë, dhe raste tjera që janë shkelje që janë bërë para ndaljes, qoftë e kalimi shpejtësisë, mos vendosja rribit sigurisë, fëmija para ose çdo lloj kundërvajtje që mund të identifikohen nga zyrtarët policor. Qytetari do thotë ka për obligim që do thotë pres policin dhe të jap arsyet e ndaljes në bazë komunikimit, njoftimit mbi shkeljet ligjore, mirën dhe veprimet do thotë nga policia. Qytetari nuk ka obligim del nga automjeti ose do thotë të bëjnë ndonjë veprim e cili do thotë nuk është dhënë leja nga vetë zyrtari policor. Polici çdo që i përmendëm, polici ka obligime do thotë që të njoftohet qytetari, prezencën e tij
tash e dini që policia e trafikut pothuajse shumica e policëve në terren kanë vendosur edhe kamerat e trupit, edhe komunikimi do thotë i qytetar, i policit me qytetarin do të monitorohet dhe çdo shkelje ku mund të ndodhë që nuk është në aspektin e tekst shumë nga vetë policia ose qytetari, aja dëshmohet edhe për këtë arsye. E bukur kjo edhe shumë e rëndësishme, por kur një qytetar nuk ka sjellje korrekte, le të themi, dhe bashkëpunuese ndaj policit, a shkon te veni? Zakonisht rastet që kem pas, edhe mund ndodhen ato, nuk do të thotë që ne kemi gjitha këto pajisje dhe nuk ndodh asnjë rast. Çdo herë do të thotë na mundsojnë që përmes pajisjeve, përmes nxjerrëzimeve, njësitë që të bëjnë hetimin e rastit, do të dalim me një përfundim ta quajmë adekuat, bazë dëshmiveve, do të thotë që shihet qoftë sjellja e qytetarit, qoftë sjellja zyrtare policore, do të mënyra e komunikimit, si ka ndoshta ta quajmë ndajte mos respektimi njëri nga ta dhe unë kam hallin më shumë të qytetarëve sepse kam përshtypjen që policët janë shumë korrekt, sidomos edhe policët e rinj që po i shohim në trafik kanë një sjellje të jashtëzakonshme. Por më ka rastis të shoh qytetarë të cilët sjellen në formë jo të duhur dhe dua që kjo intervistë të jetë edhe edukative sepse ne të mësojmë ta respektojmë institucionin. Në këtë rast policia në rrugë është institucioni. Për këtë arsye edhe vetë do thotë policia e Kosovës që ka avancuar edhe në sisteme do thotë të mbrojtjes së qytetarëve dhe vetë zyrtare policore është edhe monitorimi ose kontrolli i trafikut përmes kamerave trupit. Ne këtë arsye kemi pas shumë vërejtje që do thotë janë akuzuar policë për sjellje jo të mira dhe mundësia për të dëshmuar ka qenë më problematike. Do thotë se do dëshmi të tjera nga kamerat që mund të jenë në pikë ose në pikë kontrollit. Për këtë arsye do thotë shumica raste të cilat neve na rezultojnë tani do thotë janë të dëshmuar dhe normal që për këtë arsye do thotë policia duhet edhe të treguohet qytetarëve të thotë se sjellja e policisë ka qenë korrekte, ndërsa veprimet e cilat kanë ndodhur do thotë ju shihni që ka qenë nga sjellja juaj, ndala nga vetura, arroganca, hyrja, ndoshta edhe shtyrja deri në mënyrat ku deri te ndalimi ose arrestimi i atij personi. Për këtë arsye edhe ne polus që do thotë komunikimi dyanshëm, do thotë ne po punojmë bashkërisht edhe për qytetarët edhe për zyrtarët policorë, që komunikimi me qytetarin të jetë komunikim do thotë i shëndosh, komunikim do thotë i ndërsjellët, i cili do të jetë i qartë edhe për shkeljet njoftohet qytetari normal që ligji ka para pas sanksione, ndërsa policia ka autorizuar që të merret me sanksionimin e tyre. Sigurisht, më intereson pak kjo pjesa e sanksionimit të qytetarëve të cilët e përdorin telefonin gjatë vozitjes, sepse është goxha e shpesht dhe shohim njerëz të cilët edhe keq orientohen ndoshta shumë shpesh nga telefoni. Sa e shpesht është të shihni shoferë të cilët janë duke biseduar në telefon, duke përdorur telefonin, duke shkruar mesazhe? Dukuri që ka kaplu ta quajmë botën. Me qenë se bëjmë takime edhe me rajonin edhe me BE-n, është një fenomen i cili vërtet të gjithë janë duke punu, mirë po nuk kanë arrit ende ndoshta ta quajmë ndonjë përfundim se si do të jetë zgjidhja finale e përdorimit të telefonit dhe pajisjeve tjera elektronike. Për këtë arsye dhe policia e Kosovës që nga fillimi do thotë, qoftë në aspektin e bazës ligjore, qoftë aspektin e planeve operative, vetëdijsuese, ka veprime të ndryshme. Po flas për fushata, kur dalohet përdorimi i telefonit, si duhet përdorur telefonin kur jeni mjet, po ashtu kemi pas fushat edhe për komsor sa i përket kufjeve dhe kalimit të rrugës përmes do thotë atyre telefonit ose kufjeve të vendosura. Plane të ndryshme operative, tani do thotë muin tetor, muin nëntor, do kemi pas plane të veçanta që kemi vepruar sidomos tërë rajonin sa i përket përdorimit të telefonit. Është një pjesë tjetër do thotë që ne si polici kemi kërkuar do thotë në ndryshimet ligjore që kemi dëshuar sanksionimin dhe ndajën e tyre nëse se dikush takohet për herë të parë, masa dëshkuese për herë të dytë, masa dëshkuese plus pikë negative dhe masa e tretë do thotë përveç ndëshkimit pikëve do thotë edhe masa ndalimit drejtimit të mjetit do thotë për një periudhë të caktuar. Do thotë kemi kombinuar edhe në aspektin do thotë operativ, parandalues, por edhe në aspektin ligjor. Do të janë disa nga veprimet të cilat kemi ndërmarrë. Po mendojmë ose që më shkruajt jem duke hartu ose jem duke trajtuar dokumenta të tjera do thotë se kanë bëjnë me ndryshime të tjera ose praktika që mund të kenë ndonjë shtet tjetër. Me shudim do thotë që edhe ne si polici, por edhe si qytetarë të Kosovës do të praktikojmë. Meqense tash komunikimi edhe lëvizja do thotë nuk është më vetëm në Prishtinë edhe në Kosovë. Po sigurisht. Me lëvizjen e lirë do thotë ju e dini që qytetarët e tanë janë pothuajse ditor në përgjithë rrugët e Evropës. Andaj do të çdo kulturë, çdo ndryshim i sjelljeve do thotë do të jetë shumë
e mirë të respektuohen nga vendi do thotë ku jemi këtu në Kosovë, vazhdohet në rrugë tjera të rajonit dhe DB-s, me qenë se do thotë kemi raste kur neve na komunikojnë për raste të aksidenteve, rasteve të kundërvajtjeve në për rrugët apo në autostradat e vendeve të qoftë të Italisë, të Zvicrës, të Gjermanisë, ku do thotë qytetarët tonë me vetura, me tabela që bëjnë shkele për sidomos të kufizimit shpejtësisë, por atë për telefonit. Po sigurisht po të qëndrojnë edhe 1-2 javë apo më shumë atje kanë me fillu me mendu ndryshe. Po shkojmë pak muzikë, por rikthejmë sepse kemi ende shumë pyetje për të bërë. U rikthejmë përsëri këtu me Kas në Glam Radio për të vazhduar bisedën me nën kolonel Jeton Rexhepi, drejtori i divizionit të trafikut në Policinë e Kosovës. E para se të vazhdojmë bisedën, dua të bëj një falënderim për atë që mundson realizimi e podcastit me Kas, Spitalin Fatim, të cilin mund ta gjeni rrugës Pornë Çaklavic, atje ku mund të gjeni shërbime mjekësore të dëshmuara tash e shumë dekada, që nga ginekologjia me infertilitet, pediatria, neonatologjia, kirurgjia torakale, kirurgjia e fëmijëve, laboratoria emri dëshmuar ndër vite dhe shumë shërbime të tjera të cilat unë u sugjeroj që të klikoni në rrjetet sociale të Spitalit Fatim dhe sigurisht se do të merrni edhe më shumë informacione. Ashtu siç është më e rëndësishme që të parandalojmë aksidentet në trafik, është shumë e rëndësishme që të parandalojmë edhe sëmundjet. Prandaj bëni termine për të parandaluar sëmundjet, jo vetëm edhe për të trajtuar ato. Dua të kthem zoti Rexhepi pak edhe te një çështje që më shqetëson mua në trafik. Shoh shumë shpesh prindër të cilët vozitin dhe fëmijët janë të lirë mbrapa, o duke vallëzuar ose duke bërë ndonjë gjest që nga këndi i shoferit tjetër mua më jep goxha stres. Sa e shpesht është kjo dhe apo fillon me u ngrit vedia për sigurinë e fëmijëve në trafik? Në aspektin e sigurisë për lidhje me policinë, këtë rast edhe këtë kundërvajtje policia ka trajtuar, do thotë me seriozitetin më të madhëshëm, me qenë se kemi bëjmë me një kategori të pambrojtur, quhet. Me qenë se janë fëmijë, atë kuptimin nëse prindi, kujdestari, mësuesi, i rrituri ose i moshuari nuk kujdeset për ta, ata janë potencial të thotë për të bërë veprime të cilat nuk mund t'i kontrollojnë. Por këtë arsye Policia e Kosovës fillimisht ka përgatitur projektet për sensibilizimin e shoferëve për mosat e sigurisë, për rrypjen e sigurisë, qoftë ulsen përparme, ulset e përparme dhe ulset e pasme, dhe konkretisht do thotë projekti për mosat e sigurisë sa përket ulses së sigurisë për fëmijë. Edhe që këtë pjesë do thotë ligji, do thotë edhe këtu kemi kërkuar nga do thotë nga kuvendjat, me qenë se ligji është bërsi, kemi kërkuar do thotë që të ketë masa më shtrënguese ndaj këtë rast ndaj shoferit i cili nuk vepron në harmoni me masat e sigurisë për fëmijët e tyre. Ekziston edhe një lloj keqkuptimi se nga cila moshë mund të lejohen fëmijët të ulen në karikën afër shoferit. Ndonjëherë e përzin që nga mosha 10 vjeçare mund ta ul përpara, ku ta di unë. Kur në fakt ne kemi të drejtë që një fëmijë ta kemi të ulur përpara. Po në ndryshimet ligjore është konsideruar kjo me gjatësi. Me qenë se është sipas direktivave europane, edhe te ligji i rregullat e trafikut rrugor është paraposhtë gjatësia do thotë e personit, i cili mund të jetë në ulsin e përparme, do thotë duhet të jetë mbi 135 cm, po ashtu është një udhëzues ose udhëzim administrativ nga vetë Ministria e Infrastrukturës që është përgjegjëse për hartimin e këtij dokumenti, do thotë është udhëzim administrativ që ka të bëjë me ulsen e sigurisë për fëmijë. Dhe në atë udhëzim janë paraposhtë gjitha obligimet ta quajmë të shoferit këtë rast ose familjes ose prindve. Do të çka duhet të kenë masa sigurisë për fëmijët e tyre, do thotë në ulset e mjetit, qoftë ulset pasme, por edhe ulsen e përparme. Në çfarë kondi duhet të jetë vendosur karroca ose ajo ulsa sigurisë, çfarë shtengesa do të ketë, do të gjitha procedurat i kanë mund në faqet e ministrisë dhe në broshurat të tona, të cilat i kemi shpërndarë, do thotë janë gjitha këtu të nxjerrura nga këto dokumente dhe jemi munduar që se kanë fillim, jemi munduar që shoferët ose prindët, do thotë ose ata që transportojnë fëmijë i kenë do thotë të njohura ose të rikujtuara masat e sigurisë e përket pasagerëve, këtë rast fëmijëve në mjet ose në hapësirat e brendshme. Që është shumë e rëndësishme sepse këtu ka shumë keqkuptime, edhe shumë shpesh i shoh të diskutohen në mesin e shoqërisë. Mbi ta bësh a ka respektim. Do thotë është një trend shumë pozitiv, ne e vlerësojmë, sidomos përdorimi i rrypjes sigurisë, përdorimi edhe fillimi e ulseve sigurisë në shumë, do thotë ju ishin shumë automjete, do thotë veç kanë, mirë po do thotë kosh ende me punu, do thotë edhe ne, por edhe prindët do thotë që masat e sigurisë duhet të jenë të sigurta për gjitha lëvizjet. Qoftë ata kur dalin me shëtit, qoftë ata kur dërgojnë fëmijët e tyre në institucione shkollore, por edhe kur dalin jashtë vendit. Do thotë për sa arsye
po detyrohemi ta përmendëm, do thotë dhe dalin nga vendi, meqense edhe shtetet e rajonit kanë bërë shumë ndryshime do të në legjislacionin e tyre në këtë fusha që po përmendëm. Qoftë te shpejtësia, te bordërimi i telefonit, te ulset për fëmijë, ata që janë duke na ndëgjuar dhe të cilët kalojnë për shtetit Kosovës në rajon dhe në BE, besoj që shumë mirë e kuptojnë edhe e dinë se çfarë mesazhi po kërkojnë mbi tyne, meqense e dinë se so janë gjoba nëse fëmia nuk janë të lidhur, nëse fëmia nuk është në ulsin e sigurisë dhe do thotë më herë nuk u flasëm shtetet e BE-s, por ata nëse kalojnë nga Kosova në drejtim merdarit, do thotë që të mos ta sigurisë ata i ndërmorin. Dhe kur jemi te shtetet e rajonit ekziston një percepcion në shoqëri që në Shqipëri është më lehtë të kalohet nga policia, në Kosovë është më vështirë sepse kemi një polici më strikte. Ju rastisht dëgjoni opinione të tilla? Ndoshta ka qenë në kalumën, po them ndoshta, edhe pse na jemi komunikim edhe ditor, por edhe kemi bashkëpunim gjitha fushat, sidomos tani po flas jo tani, po në gjatë sezonit të verës kur ne kemi edhe policë atje. Mirë po unë vlerësoj që policia e Shqipërisë do thotë ka avancuar shumë. Ka avancuar qoftë në personel, në trajnime, por edhe në pajisje. Ju e dini do thotë që monitorimi i trafikut tash përveç radarëve që kanë pajisje digjitale, gjoba të cilat po na takuone për pikat kufitare, janë disa veprime do thotë që policia e Shqipërisë do thotë i ka ndërmarrë me qëllim që edhe të rritet siguria në trafikun rrugor, por në njëjtën kohë do thotë edhe ndëshkimin e shkelësve të cilët kanë qenë potencial për aksidente. Normal që nga rajoni do thotë edhe nga vetë hulumtimet e ndryshme, do thotë raportet që janë bërë nga brendshme dhe të jashtme, normal që policinë e Kosovës e kanë rendit në aspektin e zbatimit të ligjit, të komunikimit, të sjelljes me qytetarë dhe shumë veprime të tjera, do thotë qoftë në nivelin rajonal, do thotë na kanë rendit më mirë. Është një percepcion i qytetarëve që policive do thotë edhe më demokratike, por edhe më zbatuese në ligj, por edhe në mënyrën se si do thotë ne kemi pas ose pajisjet shfryzim ose mënyrën që ne kemi prezantuar qoftë para opinionit edhe qoftë para institucionit të drejtësisë. Këta policë të rinj, gjeneratat e reja të policëve, nga ajo që kam parë në rrugë, nga percepcioni pra po themi shoqërisë, njerëzve të cilët janë në rrugë çdo ditë me veturat e tyre, janë të mrekullueshëm. Po flasim për një gjenerat të re të policëve të cilët e kanë përshtypjen se kanë marrë një edukim shumë të mirëfillt. Sa po punohet në rritjen e kapaciteteve të policëve të ri të cilët kanë me operu në trafik dhe këto gjenerata tashmë a kanë ndryshuar formën e shkollimit marrë parasysh formën paraprake që e kanë pasur gjeneratat e vjetra? Shikoni, policia e Kosovës çdo vit ka avancuar dhe mënyrën e komunikimit, mënyrën e trajnimit, materialit, kurikulave, do thotë bashkëpunimi me institucione të tjera, do thotë arsimit, vendore dhe ndërkombëtare. Edhe gjeneratat e reja, po flas gjeneratat e fundit, vetë mosha policëve të cilët ju lejohet të jenë zyrtar policor është një moshë e re, jo sikur moshat ose kur e kishëm po flas për vitin 2000, 2001, 2003 ose kështu me radhë, ku ka qenë një moshë më e lartë që kemi pas drejt të marrim pjesë në policinë e Kosovës. Normal që mosha e re është shumë e mirë, sidomos për vetë policinë e Kosovës, do thotë e ka ndryshuar fillimisht, do thotë moshën mesatare të zyrtarët policor, do thotë vetë policinë e Kosovës, që nuk kupton edhe moshën mesatare të njësitë e trafikut dhe stacionit. Normal që një policëri është më lehtë dhe më lehtë mund punon më shpejt, sidomos tani me teknologjitë e reja, do thotë neve na duan policë të cilët e njohin teknologjinë, policët njohin përdorimin e atyre pajisjeve, me që janë shumë faza zhvillimi, do thotë ju shihni tash kem veturat inteligjente, kem veturat me radar mobil, shumë shpejt do të kem gjobat elektronike, do thotë do të kem fillu procesin e dërgimit të gjobave në adresë, ndërlidha me institucione tjera, me sistemin e do thotë pagesave ose financiare, me gjykatat, me të gjithë, do thotë normal që moshat e reja jo vetëm që janë më ta quajmë në terren ose në pjesën e prezantimit si policia e trafikut, por janë shumë dobishme do thotë edhe në fusha tjera që do të ne këtë fazë tranzicionit dhe zhvillimit do të ndihmojnë shumë edhe në aspektin e kapaciteteve të policisë. Dhe në fakt derisa ju po flisni, unë po shoh uniformën tuaj dhe më shkon mendje t'ju pyes çka ju bën më shumë të krenar për këtë uniformë. Po vështirë tash të rendisëm, do thotë momenti që ke vendosur të ish në policinë e Kosovës, çdo punë që bën, çdo lëvizje, çdo rrisi që shet, do thotë ndihmën që mund ta jap qytetarët e Kosovës, normal që ndihesh krenar. Ne po mundohemi secili do thotë punojmë në kushte të ndryshme.
Ju e shihni sot për shembull kushtet e kemi shi, shumë shpejt do të ketë edhe rreshtet të borës, do të ketë edhe ngrica, ishte edhe vera, por policia ke pas në rrugë. Policia ke pas në mbështetje të kërkesave të qytetarëve, qoftë në aspektin e sigurisë trafik, në aspektin e sigurisë publike dhe të gjitha aktivitetet të cilat janë zhvilluar në vend, qoftë kulturore, politike, e sportive, e të ndryshme, besoj që nuk keni po ndonjë aktivitet të tillë që nuk ka qenë policia e Kosovës në mbështetje, në ofrim sigurisë, por edhe në gjitha rrugët e Kosovës, duke orientuar trafikun, duke lehtësuar trafikun. Rast konkret, e keni po pjesën e Bresjes, një prej autostradave të Kosovës, ku për shkak numrit të madh të automjeteve, pothuajse korriku dhe gushti kanë qenë non stop me zyrtar policor duke u rregulluar dhe mundu të lehtësohet trafiku në atë nyje, me qenë se do të është një nyja vetme që lidh Mitrovicën, pjesën do të thotë nga Serbia, Preshevë, Bojanoz, Shkupin, vetë pjesën qendrore të Kosovës për të kaluar në aeroport dhe të kaluar në Shqipëri. Më intereson edhe kjo pjesa e ardhjes së mërgjimtarëve, sepse në momentin që kemi e thatë pak më herët janë diku 3 milion vetura të cilat hyjnë e dalin jashtë Kosovës, por le të themi kjo koha e nxehtë kur mërgjimtarët janë në Kosovë është zakonisht gjatë verës ose gjatë kohës vitit të ri, tashmë në festa. Si është atmosfera për policinë e Kosovës kur vjen koha për marrë diaspora? Në aspektin e planifikimit aty mos mendohet që këtu nuk bëhet plane. Do thotë në aspektin e planifikimit këtu të na ndodhin. Do thotë më një herë bëhet një plan operativ, por secilën aktivitet që ne e mendojmë që mund të ndodhë. Sidomos për orën e bashkëtarëve, kjo është për kosovarët dhe ta shohim është e njohur ardha atyre, por dhe aktivitetet që zhvillohen. Kështu që policia e Kosovës këtë fushë menaxhon do ndër vite, normal që është e vështirë, me qenë se kemi numër shumë të madh automjeteve. Por dhe automjetet cilat tani veç jo vetëm që vinë nga jashtë, mirë po kemi tash automjetet kosovarëve, automjetet të rentit, që pothuajse në atë 2 muajt verës e ki vështirë ta gjosh një automjet të thotë për ta rezervuar. Meqense se edhe automjetet cilat po vinë me perëndimit edhe këtu po janë rrugë. Andaj që policia e Kosovës këtë pjesë do thotë e menaxhon, e mbulon, mirë po normal që duhet më shumë edhe prej edhe aktorë tjerë, për shembull meqense se infrastruktura neve në shpesh janë detyron që vendosën policë për shkak mungesës ndoshta një semafori, kyçes një rrugë ose lehtësimi trafikut përmes rrugëve tjera alternative, unozave qyteteve kështu me radhë. Por këtë arsye na thash edhe në fillim që policia e Kosovës kërkon që bashkëpunimi që kemi institucione të tjera, po duhet edhe të forcohet sa i përket obligimeve të infrastrukturës rrugore, që nuk kupton sinjalizimi, rrugë të reja, rrugë alternative, nën kalime, mbi kalime, pjesa sigurisë këmbësorëve, motoциklistëve, skuterëve, biçiklistëve, këmbësorëve, do thotë ka shumë aktivitete të cilat do thotë do ta forcojnë sigurinë e trafikut rrugor. Sa shpesh është le të themi ndëshkimi i këmbësorëve, sepse shohim shumë shkelje në trafik të cilat bëhen nga veturat, por dorën zemër shohim edhe nga këmbësorët. Të shohësh një këmbësor teksa e te kalon rrugën në autostradë nuk është e pazakontë në Kosovë. Dhe ky është rrezik i madh sigurisht. Pastaj edhe kjo përdorimi i kufjeve është bërë trend. Ka masa do të ndëshkuese, por ka edhe plane të veçanta. Do thotë nuk I kemi sot ato shifra, mirë po edhe për këmbësor, por edhe për pjesëmarrësit tjerë, do thotë mjete me 2 rrota, pjesën e autostradës vështirë, me qenë se është tepi mbyllur, mirë po problemin e këmbësorëve kemi pjesën për shembull prej Bresjes drejtim të Komaronit, Gjurgjisës, me qenë se rrugë me 2 shirita, mirë po mundësit për lëvizjen e këmbësorëve do thotë janë më të kufizuar, me qenë se ka pak nën kalime ose mbi kalime, andaj shpesh herë do thotë qytetarët detyrohen që ta kalojnë rrugën. Dhe kemi edhe raste kur kemi aksidente me lëndime, por kemi pas edhe raste me fatalitet. Kemi edhe shumë segmente të tjera, do të na tash flasim te kjo pjesë. Policia e Kosovës mesatarisht dikun brenda vitit janë 100 kërkesa në aspektin e infrastrukturës rrugore që I drejtohen ministrisë. Me rekomandime do të ndryshme. E përmendëm pra këtë rast këmbësor. Problemet në nivel të rrugëve nacionale. Prishtinë-Bresje, Prishtinë-Veternik, Prishtinë-Ferizaj, Prishtinë-Mitrovic, Prishtinë llogaritëm për Podujev, pjesën problematikën e udhkryqjes që edhe në përmendje është ka paraqitur shumë shpesh udhkryqjet e Gorenja drejtim të rrugës për Gjilan dhe tek pallati. Pikën zetë edhe ajo. Po është një udhkryqje I cili do thotë nuk ka marrë një fund rregullimit, andaj ato edhe pse ka shumë ngarkesë trafik, ka shumë prezencë policore, mirë po numri i automjeteve në atë nyje do thotë është I papërballueshëm, andaj që
ato ka vonesa në qarkullim shumë, është kërkesë do të thotë edhe jone, por e kam pa që edhe mediat kanë reaguar, edhe qytetarët që do të bëhet një zgjidhje. Do kem shumë vende, lokacione ku policia e Kosovës do të ka identifiku, po ashtu do të thotë i ka drejtuar qoftë komunat dhe në Ministrinë e Infrastrukturës. Për fund, më intereson, jemi në këtë sezonën e pritjes së rreshjeve të para të borës dhe sigurisht duhet të jemi gati për të pritur borën, sepse pastaj sigurisht kemi me pas edhe aksidente në trafik. Sa janë, le të themi, vetëdijsuar qytetarët që në kohën e duhur të jenë të përgatitur me mjetet e duhura për me qenë në trafik? Po shihet në çdo vit që ka ndryshim pozitiv. Andaj edhe neve na gëzon ky fakt, me qenë se do thotë këto e verifikon shumë lehtë me njoftimet që policia e Kosovës i bën për pjesëmarrësin në trafik. Ne e quajmë ashtu një lloj njoftimi, do thotë për përgatitjet që do të fillojnë nga 15 nëntori. Dhe po ashtu vazhdojmë me aktivitete e tjera, do thotë sensibilizimit. Unë në disa nga ato veç mësim në sezon dimrore, i mora këtu me veti që ne edhe njëherë të rikujtojmë. Për shembull, policia e Kosovës ka bën një apel për pjesëmarrësin në trafik, sidomos për shoferët, që të fillojnë përgatitjet e tyre për sezonin dimror, që janë kupton përgatitja e automjetit, ndrimi i gomat që është obligim, do thotë pjesëmarrësit në trafikun rrugor, që të kenë gomat e dimrit. Në njëjtën kohë do thotë kemë kërkuar nga pjesëmarrësit të kenë kujdes shumë, sidomos kur është mjegulla në rrugë dhe vështirësohet trafiku dhe mosia e shpejtësisë do të jetë shumë më e vogël, andaj kemë kërkuar që të kenë shumë kujdes. Kemë kërkuar që të kenë kujdes në shumë lokacione ku ka rrjedhje të ujit e ku mundësitë për ngrisje janë të shumta. Andaj kemë kërkuar një apel që këta të kenë kujdes shumë, sidomos në orët e mëngjesit, por edhe në mbrëmjes, në këto lokacione të ngadalsojnë shpejtësinë dhe mos të ketë ndonjë aksident i cili mund të jetë nga ngricat. E përmendën do të edhe çështjet e përgatitjes së automjetit, ne kemë kërkuar që jo vetëm gomat, po janë edhe disa obligime do thotë të shoferëve që mjetet i tyre duhet të jetë teknikisht në rregull. Qoftë nga xhamat, nga uji, nga pjesa tjetër e hapësirës, ajrosja, sistemi ventilimit, e shumë çështje tjera që kërkojnë edhe me ligj edhe me udhëzime se përgatitjes pajisjeve rezervë, pajisje shtesë në automet, që për çdo rast i cili mund të hasë ose mund bllokohet në rrugë, ai të ketë mundësi do thotë edhe të punoj, por edhe të drejtoj autometin, por edhe nëse kërkohet të qëndroj për një 30 minuta ose 40 minuta në segment rrugor, do që mjetet e tjera të jenë i përgatitur dhe të kaluhet pas një problem dhe duke mos rrezikuar apo shkaktuar aksident nga kjo pengesë që mund të ndodhë. Kjo fotografi është interesante. Kjo fotografi është interesante, ne për këtë arsye edhe ne përsërisim. Nëse mund ta marr unë që ta vendos në drejtim të kamerës. Kem kërkuar do thotë që kem në mbajtje distancës së sigurisë mes mjeteve. Numri më i madh i aksidenteve do thotë sidomos në rrugë lokale mund të jetë distanca e sigurisë mes mjeteve. Për këtë arsye edhe ne përsërisim të lutem që distanca e sigurisë mes mjeteve të jetë e mjaftueshme për çdo ndalje do thotë nga shoferi paraprak. Por patjetër që duhet të rishtohet edhe vigjilenca qoftë edhe këmbësorëve, meqenëse se koha dhe rruga do thotë për frenim do thotë është më ndryshe se sa gjatë kushteve normali kur kem rrugë të tërër, por kur kem edhe mundësi do thotë ose hapësirë mjaftueshme. Sigurisht është shumë e rëndësishme dhe unë kisha nderën dhe kënaqësinë të marr gjithë këto informacione, por gjithashtu edhe të jemi masë edukuese për të gjithë ata të cilët tashmë janë edhe të rinj, edhe do të kyçen le të themi në trafik, por edhe të gjithë shoferët të cilët tashmë kanë kohë që janë në trafik. Ishte nderë dhe kënaqësi e madhe të ju kemi sot këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ishte një intervistë, le të themi sa informuese, edukuese, por gjithashtu edhe shumë e këndshme me nën kolonel Jeton Rexhepi, drejtori i divizionit të trafikut në Policinë e Kosovës. E ju keni shumë kujdes në trafik, jemi në kohën kur sigurisht po priten edhe rreshtet e para të borës dhe sigurisht kemi me pas edhe ngrica, është shumë e rëndësishme të parandalojmë aksidentet dhe jo pastaj të merrem vetëm me trajtimin e rasteve, sepse e kuptojmë shumë qartë se në Kosovë edhe me mbigarkesën që kemi pastaj edhe proceset në gjykatë zgjasin shumë, mbani distancën, është shumë e rëndësishme të mbani distancën për gjithë ata që po na dëgjojnë në radio. Këtu e kemi një fotografi ku një vetur e ka përplasur tjetrën nga prapa për shkak të mos mbajtjes së distancës. Për të gjithë ju që na shihni përmes rrjeteve tona sociale, të Glam Radios në Facebook, Instagram apo TikTok, por edhe në YouTube, është shumë e rëndësishme që kjo fotografi të ju mbetet në mendje, por sigurisht ky është një lloj apeli që e ka kohën të bëhet për të gjithë ata të cilët janë në trafik. Një falënderim të fundit për Spitalin Fati,
i cili gjendet rrugës për në Çaklavic, atje ku mund të merrni shërbime mjekësore të dëshmuara ndër vite, ashtu si aksidentet, parandaloni edhe sëmundjet, të cilat sigurisht mund të vinë me moshën, trashëgimin apo rrethonat tjera. Deri javën tjetër, me kast, ju duam shumë.